Teksa ka përfunduar muaji i parë i verës, pritshmëritë për turizmin mbeten të larta. Operatorët e sektorit parashikojnë një fluks të konsiderueshëm turistësh të huaj, çka pritet të sjellë më shumë të ardhura si për bizneset ashtu edhe për arkën e shtetit. Lëvizja e turistëve në Shqipëri vazhdon të jetë masive, le të themi, vazhdon të jetë në të gjitha ato drejtimet që ka qenë dhe ecën turizmi shqiptar, si turizmi i plazheve apo turizmi historik kulturor, turizmi malor, pra lëvizje dhe ardhje të turistëve vazhdon të ketë në të njëjtat ritme si çdo vit tjetër. Nga akomodimi në hotele, transporti, restorantet e deri te konsumi i produkteve të detit, pushimet këtë verë pritet të kushtojnë më shumë. Sipas operatorëve, rritja e kostove të bizneseve është reflektuar dhe në çmimet për turistët. Në kushtet kur sezoni në jug është i ngushtë, punonjësit që shkojnë janë shumë sezonal dhe që të tërheqësh punonjës sezonal, natyrshëm që duhet të kesh rroga të larta. Në këto kushte kostot janë shumë të larta, shfrytëzimi është 2 mujor dhe rentabiliteti i strukturave hoteliere në jugun e vendit vazhdon të jetë i vështirë përveç se me çmime të rritura. Sipas përfaqësuesve të sektorit, një nga zhvillimet që mund të ndikojnë në uljen e kostove në të ardhmen është vënia në funksion të aeroportit të Vlorës. Nëse aeroporti i Vlorës do të kishte përfunduar dhe do të kishte filluar aktivitetin, ardhja e turistëve do ishte më e gjerë, sezoni do ishte më i gjerë dhe natyrshëm rentabiliteti nuk do kërkohej të realizohej për 2 muaj, por për le të themi 3, 4, 5 muaj, gjë që kishte një çfryrje dhe ulje të çmimeve. Sipas të dhënave të Instat, gjatë 5 muajve të parë të vitit, në Shqipëri kanë mbërritur 3.7 milion turistë të huaj, një rritje prej 8% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.